Me thënë drejtën, ato që njoh unë nga Gjirokastra dhe Korçar nuk janë kursimtarë, ato që njoh unë. Dhe kam përshtypjen që është një paradigmë, po dhe kjo nga pikpamja e historisë ka një shpjegim, duke qenë se si Korça dhe Gjirokastra, deri diku dhe Shkodra, këto janë 3 qytetet që kanë pas universitete, kanë pas shkolla, se universitet s'ka pas asnjëra, kanë pas shkolla. Kanë qenë vendet, po themi, më esnafe të Shqipërisë. Duke qenë në një formë të gjithmonë njerëzit e ditur dhe njerëzit e arsimuar gjithmonë kanë kursyer. Shqipëria e mesme ka qenë ashtu siç e keni parë në për fotot e vitit 1913-14 e tjerë, pra Shqipëria e mesme, duke mos pasur asnjë lloj kulture të caktuar, sigurisht që i shpenzonte të gjitha në dasma, në hahengje e tjerë, dhe u krijua ideja që faktikisht Korçarët dhe Gjirokastritët janë kursimtarët dhe janë ata dorështrënguarit. Në fakt ata ishin më të kulturuarit. Ne nuk kemi pas liceu Korçës dhe shkolla e mesme e Gjirokastrës. Njerëzit atje shkonin. Dhe natyrisht një njeri i kulturuar, një njeri që kulturuar për kohën dhe për vendin tonë, atëherë sigurisht që do kursej. Po tani të themi që këta që kursejnë dhe janë më të kulturuar dhe këta janë ata që ne bëjmë barcaletat do të ishin bërë me këta të tjerët faktikisht. Me këta kategorisë dorës tjetër. Po si duket këta janë më shumë dhe i mundin ata. Çfarë ke bë tironësve me këto të tjera? Çfarë ke bë tironësve me këto? Edhe ata do bin dakord me mua në këtë.